Në respekt të dëshirës së lojtarit për të hedhur hapin e radhës në karrierë dhe për të provuar një sfidë të re ndërkombëtare, Shkëndija vendosi të bashkëpunojë në realizimin e një transferimi duke përfituar dëmshpërblim financiar. Transferimi i Klisman Cakes vjen si një histori korrektësie dhe besimi të ndërsjell. Pas titullit kampion verën e kaluar, ai ishte lojtar i lirë dhe kishte mundësi të largohej pa asnjë përfitim për klubin, por zgjodhi të rinovojë edhe për një sezon tjetër, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në suksesin historik evropian të Shkëndijës. Sot ai largohet duke i sjellë përfitim klubit që i dha hapësirën dhe besimin. Klisman Cake u bashkua Shkëndijës në janar të vitit 2022 dhe për 4 vjet e 5 sezone jo të plota ishte pjesë e pandashme e kuqezinjve. Gjatë kësaj periudhe, ai fitoi titullin kampion dhe regjistroi 133 paraqitje zyrtare, prej të cilave 106 në kampionat, 3 në kup dhe 24 në arenën evropiane, duke shënuar 12 gola. Cake do të mbetet përgjithmonë pjesë e gjeneratës historike të Shkëndijës, që realizoi ëndrrën e kualifikimit në fazën kryesore të një kompeticioni evropian, konkretisht në UEFA Conference League. Klubi futbollistik Shkëndija falenderon Klisman Caken për profesionalizmin, përkushtimin dhe kontributin e dhënë ndër vite, duke i uruar shumë suksese në vazhdimin e karrierës së tij tek Akmat, Grozni dhe Motej.